është skenari qëllimt. Është skenari Po ja ti po e shikon për shembull në plazh. Po. Një shqiptar atje ka punonjës shqiptar, ka dhe punonjës tuaj. Kryesisht ka më shumë tuaj tani, Po. ka ndryshuar komplet ajo. Tani çfarë ndodh? Shqiptari e merr rrogën 1-3 muaj. Ai tjetri huaj e merr rrogën muaj për muaj. E vërtetë. I Te sigurohet kam hasë edhe ushqim. vet. Po. E kam hasë edhe vetë. I sigurohet ushqimi, fjetja. E gjitha drejtat që shqiptarët nuk i kanë. Po Nuk i duket pra që është një plan i mirë menduar për t'i larguar shqiptarët nga Shqipëria, se këta mendojnë që me shqiptarit po s'bojnë gjë, vërja shqenmin në fyt shqiptarit, pritja fytin s'to gjë. E diti që na as shtëpi nuk i kemi tonë. Kështu kemi qenë ne, Klodian. Po gjërat, po jon historia Kështu kështu tregon që ne kemi pas luftuar pa drejtësinë. Apo jo? Po të ishte luftuar pa drejtësia ne nuk do të ishim katë ndisur këtu, do ngriheshim që 92-shin kur u mbyllën uzinat edhe fabrikat, u lanë njerëzit rrugëve. Pra, këtë verë është bërë një takim në plazhin e Drimadhës, po e përsëris. I është kërkuar të dorëzojë Shqipërinë. Takimi ka qenë tepër i tensionuar, ata kanë qenë të armatosur. Po e përsëris. Është bërë gati bloku ku të gjithë tregtarët, pronarët shqiptar do të kthehen në shërbëtor. Të tjerë do vinë t'i gjejnë gati. Edhe këta të mëdhtë oligarkët çfarë edhe këto do të kthehen në shërbëtor. Në shërbëtor. Dhe këta që kanë gjithë to që kanë Po ne kemi rastin e këtij Pacollit për shembull, që bëri aeroportin atje, i futën golin atij. Edhe atij si deri. Aty se ja futën golin. Po si është edhe rastin e aeroportit? Unë them kundërtën. Si? Kushdo që merr pak informacion, ai e para njëherë Pacolli është i lidhur me sionistët, me Iluminatin. Se nuk bën ti do 2 miliard dollar të ardhura, sa ka 1 miliard e 500 milionë apo 2 miliard dollar, pa pasur bekimin atyre ustallarëve sipërse. Nuk lë larua hajbalua thot populli. Nuk të lën ata. S'ka shans. E para, e dyta, më fal, ai aeroport, ta marrim kështu, pse është ndërtuar ai aeroporti, ose pse është duke u ndërtuar aeroporti i Akërnis, më duket quhet, i Vlorës. Ai është një aeroport thon ekspertët i dështuar. Tash ti puna është këtu. Pse është dështuar? Po është e pamundur, sepse duhet një numër i jashtëzakonshëm popullate që pasagjerë udhëtarë që të ai ndoshta ka një plan tjetër për të shërbyer për të lidhur midis Sazanit, Zvërnecit edhe Akërnisë. Jo, janë thjesht fare punët. Ndoshta do i shërbej vetëm këtyre që kanë këtë pjesë. Hebrejve po pra, nuk është për masën. Dhe do të pajiset me aviacion luftarak. Me qëllim që çfarë do lloj protestash të ketë këtu, ngrihen avionët, bombardojnë shqiptarët, i vrasin, i zhdukin. Çfarë thua? Por sulm të brendshëm është bërë direkt. Edhe do vendosen edhe shumë avion luftarak, hebrejë izraelit, sepse Irani ka filluar mësymjen, rrafshimin e Izraelit. Pse po dobësohet Izraeli atje? Prandaj po vinë zhvendosen. Po, fakti që Trumpi i kishte kërkuar Netanyahu që të tërhiqej, do të thotë që me Iranin nuk mund të bëjnë dot si me Irakun. Irani ka teknologji edhe armatime të grumbulluara prej të paktën 40-45 vitesh, se ata e dinin që do të shkonte kështu gjërat. E kuptoni tani se çfarë frike, çfarë tmerri po bëjnë këta shqiptarët. Shqiptarëve. Po mirë, apo nxjerrin jashtë lojë këtë Pacollin, pra ta kthejnë si një shërbëtorin e tyre? Jo, vëlla, ai erdhi këtu bëri ata e fshehen domethënë të vërtetën e aeroportit Vlorës, që do të jetë dhe aeroport ushtarak, ose më saktë aeroport vrastar, dhe Pacolli do të marrë nga shteti shqiptar 700 milion euro, sepse këtu përfshihet domethënë fitimet e këto tyre, po do t'i paguajnë shqiptarët këto. E di që do thotë 700 milion euro. Po sa shumë kemi për të paguar, kemi gjithë ne gola domethënë. E paguan populli vëlla. E provuan këta me çështjen e Begetit. Po me Begetin e me shumë raste tjera. E provuan, nuk pati reagim nga populli, po ky popull që paguan 100 milion euro, paguan dhe këto 700 milion euro. Disa media thon 500, jo, janë 700 milion euro që do paguen nga buxheti i shtetit. Dhe është një aferë e pastër korruptive. I bëjmë thirrje të vetë dorën zemër mos i marrit pak të. Ka dalë ai tash tregtari nuk ka dalë të jetë bamirës. Nuk janë bamirës, po të bëjnë sikur ju dha një detyrë, i tha i ke fitimet e garantuara të sigurta, po urdhron ne do bëjmë kështu, ti do bësh kështu, ti do hedhësh paran këtu, po në fund do marr 700 milion, jo gjithatë se do ndahen parat. Parat gjithmonë ndahen. Është gjërat janë. Po përse përket Pashalimanit, çfarë po bën Pashaliman? Po shiko, ato e kanë marrë brend.
Po turqit dole nga loja aty? Turqia shumë shpejt do rrafshohet. Si do rrafshohet? Do shpërthej lufta, do ta godas Izraeli atë Turqinë sepse Illuminati është me Izraelin, me Francën edhe me Greqinë. Dhe do ta rrafshojnë Turqinë. Si do ndodhë? Dhe ka interes edhe Rusia të rrafshohet Turqia, pse? Sepse Turqia ka thua ti. Thjesht interesat e lidhin. Interesat. Dhe gjithmonë Turqia ka punuar. Shiko, Turqia ka qenë hera herës ka qenë gruaja e Rusisë, dashnorja e Perëndimit. Turqia, I ka dredhur mirë ajo fiet. Tani e kanë vetëm e vetëm për Po këta tani e kanë kuptuar dhe thjesht un kam lexuar disa materiale dhe shikojmë Rusia pret që ta godas Izraeli. Lufta kryesore po shikoja një material ishte e tillë që do bëhet në Turqi. Pse? Sepse Turqia është pengesa kryesore për eksportin e mallarëve ruse, nga që duke qenë se Rusia ndodhet në polin e veriut, domethënë ndodhet asaj portet i ngrin, ajo nuk ka mundësi tjetër të transportojë mallrat e saj, vetëm nëpërmjet detit të zi, po ngushticën e Dardaneleve kanë turqit. E kanë. Dhe ata shpeshherë ja kanë ndredhur turqit rusëve, u kanë ndredhur, më thënë u kanë dalë nga shinat. Atëherë dhe Rusia po pret. Po pret goditjen, pastaj do të japë ajo goditjen e tmerrshme. Pse thua të mërshme dhe thua që lufta e vërtetë do të jetë në Turqi? Mund ta prekim pak? Mund ta prekim do bëhet masakre e vërtet. Gjëm ploj. Sepse amerikanët duan të krijojnë edhe shtetin e Kurdistanit, po Turqia nuk e lejon. Nuk e lejon, ka vite që është. Nuk e lejon. Dhe duhen marrë të kundërt atë lerjat që i futi krahun ky Erdogani. Erdogani ka parë gjithmonë interesat e veta kur ju trondit një karrigja Erdoganit. Erdogani më njëherë çoi $60 milion për të investuar atje në New York, ku I gjeti. Erdogani familjen e vet, fëmijët e vet, edhe fisin e vet, mbase njerëzit e vet që e mbështetin I ka siguruar. Puna është që gjithmonë për popullin flasim, të keqen e ha populli. Është e tmerrshme. Kjo pritet ndodhet tani shpejt edhe kjo gjë që ka thënë? Besoj që po. Po çka I lidhet? Unë kisha pyetur për Pashalimanin. Pra ka një rol Pashalimani në këtë gjë që do ndodhi në Turqi? Pashalimani ka qenë bazë ushtarake. Edhe dihet kush kontrollon Pashalimanin dhe Sezanin kontrollon gjithë tregtinë në Mesdhe. Do ta përdorin hebrejt për të vënë gjoba aty. Do ta përdorin siç përdoret sot ngushtica e Hormuzit, që përdoret për të vënë gjoba. Por shiko, të shkosh në Dajti, atje sipër te kampi pionierëve nuk kalon dot pa paguar gjobë. Kështu që edhe Pashalimanin e kanë marrë hebrejt. Është shitur Shqipëria, I gjitha. E kanë shitur këta. Kamon mos ma thuj ka shpesh kështu. Jo, është e vërteta kjo është. E vërtet. Pak mos e thuj. Po mua pak rëndësi ka ç'a mendon ti. E vërteta është e hidhur, duhet të thënë. Më godet burr. Unë nuk kam dalë të godas njerëz, se goditesh veti është punë për ty pastaj. E vërteta kjo është Shqipëria